Pesë studio ndërkombëtare arkitekturore prezantuan projektet e tyre për rikualifikimin e pallatit të kongreseve. Projektet synojnë të ruajnë identitetin historik të godinës me ndërhyrje të shkallëve të ndryshme, ndërsa kryeministri Edi Rama theksoi se përmes investimit, zona do të marrë zhvillim tjetër dhe do të bëhet destinacion i ri i Tiranës turistike. Qëllimi përfundimtar është që ky pallat të vijë në kohë nga hyrpamja e teknologjisë, nga hyrpamja e cilësisë së hapësirave, nga hyrpamja e gjithë strukturës së riorganizuar dhe të riangazhuar cilësisht, por edhe që ky pallat dhe kjo zonë të bëhet një destinacion tjetër i Tiranës turistike, i Tiranës kryeqytet i shqiptarëve, i Tiranës aktiviteteve kulturore. Na duhet një hapësirë që të jetë njëkohësisht, kuptohet, skenë kombëtare për talentet e reja shqiptare, por edhe një skenë e vërtet ndërkombëtare për ngjarjet që e lidhin vendin tonë tashmë me botën. Një simbol i ambicës sonë për të mos qenë vetëm spektator të zhvillimeve, por pjesëmarrës dhe protagonist në to. Projekti i parë, ai që parashikon ndërhyrje selektive në Pallatin e Kongreseve, ka si skuadër studion Architectonics në bashkëpunim me kompaninë Edilal. Me Edilal kemi punuar në disa projekte për disa vite. Pallati i Kongreseve është një objekt me rëndësi në Tiranë, ku mbahen dhe organizohen aktivitete të ndryshme të rëndësishme dhe morën kohë duke menduar si ta rikonceptojmë godinën. Ne menduam edhe për një park për njerëzit. Është e rëndësishme që të mendosh që kjo zonë do të jetë e gjelbëruar. Kati i parë do të ketë një hyrje të re në bulevard, do të ketë edhe një parking, sepse e kemi kuptuar që parkingu te stadiumi nuk është i mjaftueshëm, ndërsa kulla që shihni do të jetë në krahun e sheshit Italia. Skuadra e katërt e drejtuar nga Perolt Architecture, e cila bashkëpunon në këtë investim me grupin Concord Investment, propozon një projekt që synon të forcojë lidhjen e pallatit të kongreseve me bulevardin dhe hapësirat publike përreth. Ne jemi të përfshirë me një angazhim filozofik me riciklimin dhe ruajtjen e ndërtesave. Kemi vizionin që ky pallat është një ndërtesë historike dhe meriton të njëjtin vizion. Ky projekt përfshin edhe një hapësirë publike për të gjithë. Nuk duam të prekim gjithçka, duam që brenda të ketë dritë natyrore dhe të zhvillojë një lidhje mes pjesës së brendshme dhe të jashtme, duke hapur pjesën e tavanit me hapësira të reja, duke mbajtur komponent historik të ndërtesës. Projekti është delikat, është shumë pragmatik, por është edhe më i lirë në kosto. Pas vlerësimeve nga juria ndërkombëtare, projekti fitues do të shpallet në një aktivitet të dytë që do të nisë në orën 16.